Fibromialgjia është një prej sindromave më të shpeshta të kohëve tona. Ajo karakterizohet nga lodhje e zgjatur kronike, dhimbje të vazhdueshme të artikulacioneve dhe muskujve, çrregullime të kujtesës dhe përqendrimit, si dhe çrregullime të gjumit. Për një kohë të gjatë nuk është gjetur shkaku kryesor i saj. Sot është parë që është një gjendje neurologjike kur truri përpunon sinjale të dhimbjes ndryshe. Terapia hiperbarike është parë që është një prej terapive që ndikon shumë mirë te pjesa e fibromialgjisë. Fibromialgjia është parë që ndikon sidomos në funksionin jo normal të trurit. Ndikon në mënyrë shumë të mirë në zonën e korteksit somatosensor, duke ulur aktivitetin e mbingarkuar të saj dhe duke rritur aktivitetin e zonës parietale dhe frontale. Një mënyrë tjetër është duke nxitur neuroplasticitetin. Neuroplasticiteti është aftësia që ka truri për të krijuar lidhje të reja dhe sinapse të reja. Në këtë mënyrë ai bypasson të sinjal anormal të dhimbjes dhe ul simptomat e fibromialgjisë. Gjithashtu terapia hiperbarike ul inflamacionin në zonat e trurit, shton perfuzionimin me oksigjen dhe rrit formimin e enëve të reja të gjakut. Të treja këto përkthehen në funksion më normal të trurit dhe ulje të ndijimit të dhimbjes.